Përshëndetje miq të Antena TV, jemi këtu në emisionin Pa Emër. Jam me dy miqtë e mi dhe kolegët Marsit Gupi dhe zotëria Ermal Peçi. Besoj se temat sot ka shumë tema, po ato më, si thua, që spikasin më shumë është Berisha në SPAK, i cili është shprehur për ngjarjen e 21 janarit, qëndrimet që kanë mbajtur, ai zoti Basha, veprimet e Gardës, se kush kanë qenë kërkesa që zoti Berisha ka marrë nga Lulzim Basha pra për të evakuar ose për të larguar nga kryeministria, pasi ai pranoi se ka qenë me ambasadorën gjermane dhe ka qenë në detyrë dhe nuk është larguar. Tha se u dha, nuk është dhënë urdhër, asnjë urdhër nga ai të paktën, po duke pranuar se duke qenë pranë tij ose në shoqërimin e tij dhe nga zoti Basha, pra sipas zotit Berisha, sepse komentin apo deklarimin e zotit Basha nuk e kemi, zoti Berisha pranoi se në vetvete Basha nuk ka dhënë asnjë urdhër dhe as ai nuk ka dhënë asnjë urdhër dhe Garda ka vepruar në sipas rregullorës ose sipas ligjit për shkak të një kërcënimi sipas tyre që i vinte institucionit nga protestuesit e dhunshëm. Deklaratë tjetër e fortë e zotit Berisha, paktën jo vetëm kësaj herë, në thirrjen e parë, që nuk ishte për 21 janar, po ishte për çështje tjetër, deklaroi se kompetent për serverin kanë qenë Garda dhe nuk është fare përgjegjësi e kryeministrisë. Pranoi se zoti Bamir Topi është negociuar nga zoti Basha te zoti Bamir Topi për të, si thua, është për zbutur masën e gardisëve ose më saktë lehtësimin e masës gardisëve tek i krye prokuroria Ina Rama. Pjesa më e madhe ose të paktën sipas deklaratës së zotit Berisha, pjesa më e madhe kishte të bënte me që këta nuk kishin asnjë lidhje me ngjarjen e 21 janarit. Garda, ose thelbi ishte që Garda ka vepruar sipas rregullorës. Të shtënat kanë ardhur nga rojet e institucionit, pra ku Berisha i konsideronte pjesë e perimetrit jashtëm, flas të jo të jashtëm perimetrit të Kangjalla, por perimetrit të jashtëm të godinës së kryeministrisë, pra nuk janë qelluar nga brenda institucionit. Por në fakt, me pamjet që kemi ne, pamjet e transmetuara, gardistët kanë qenë pothuajse tek nga brenda institucionit ku kanë qelluar, janë ajo që unë vazhdoj ta përsëris dhe vazhdoj ta them se kjo retorik dije ose prite edhe nga zoti Berisha, po zoti Basha nuk ka bërë asnjë deklaratë dhe po e njëjta retorik besoj se do ishte që nuk është dhënë asnjë urdhër për 21 janarin që Garda të qellojë mbi turm, ama nuk ka as urdhër që Garda të ndalojë së qelluari ndaj turmës. Për sa kohë, në momentet kur është qelluar me pluma jo manovër apo gome, nuk e di se çfarë armatimi ka Garda e Shqipërisë për tilla raste, protestuesit janë vrarë, në fakt janë qelluar kur turma ose ai fluksi i parë i protestës u shpërnda. Pra ishin vetëm një grup që ngelen. Po. Nuk ishte grupi i parë i protestuesve që ngelen përpara kryeministrisë, po ishin këta ndoshta protestuesit ndoshta më aktiv protestës dhe një pjesë u shpërnda dhe të 4 viktimat që kanë ndodhur në intervale të ndryshme kohore. Ajo që tha Berisha për audiopërgjimin e 21 janarit, sipas Berishës është i manipuluar. Tani se çfarë paralajmëron Berisha me manipulimin e audiopërgjimit, këtë nuk dim ta themi, ose kush rëndon, me aq sa informacione kam unë nga njerëz që njohin çështjen, është se në atë audiopërgjim dëgjohet ndoshta komandanti i forcave të Gardës apo dikush tjetër që thot po ju kaloj ministrin e brendshëm, kështu thuhet paktën, se s'dua të spekuloj.
them vërtetën. Se nuk e kam dëgjuar audion, po ta kisha dëgjuar, kam dëgjuar disa fragmente pjesë të audios ku Berisha thot se audio është manipuluar, njësoj si video përgjimi i zotit Ilir Meta, ku sipas tij ajo ishte thjesht një manipulim, pra mbi vendosje. Dhe Berisha nuk e beson që mbas 12 vitesh një audio që ka qenë gjatë kohës 21 janarit sot na vjen si një audio reale, vërtet, edhe kjo sipas tij është manipuluar. Tregoi pak a shumë ose futi në vëmendjen e opinionit publike edhe pse syri i komandantit gardës asaj kohe, zoti Andrea Prendi, ishte nxirr, e shumë me radhë. Tani na jepni menim. Që unë ti e di që flas gjithmonë nga pozita skeptike në kuptimin e gjitjes fajtore dhe drejtimit të gjiftit. Sepse gjithmonë presupozohet që deri në momentin që të vërtetohet me fakt, me provë ose me disa indicje, çdo njeri prezumohet i pafajshëm. Patjetër. Por do merrem me anën politike të ngjarjes që precipitoi në protestën e 21 janarit dhe më pas humbjen e jetës të protestuesve. Situata ka qenë e tillë që doli në emisionin Fix Fare një video në të cilën pretendohej ku ministri dhe zëvendës kryeministri asaj kohe, Ilir Meta, i kërkonte një ministri tjetër, që ishte pjesë e grupit të tij ose lëvizjes së tij politike, Lëvizja Socialiste për Integrim, konkretisht zoti Dritan Prifti, i kërkonte që të përshpejtonte dhe të miratonte procedurat lidhur me test mos gaboj me hidrocentral, në të cilat ai pretendonte që pjesa e tyre do ishte 700.000 euro. Po, 7%. 7%. Çfarë ndodhi më pas dhe pse precipitoi ngjarja deri në 21 janar? E gjithë Partia Demokratike asaj kohe, përfshi zotin Berisha edhe zotin Basha, duke qenë se kjo dyshe është kryeministri dhe ministri, nuk i kërkuan zotit Meta dorëheqje dhe nuk ishin njerëz që moralisht të distancoheshin nga zoti Meta. Sepse protesta u bë pikërisht për arsyen që kjo qeveri ishte e korruptuar dhe sepse, si më thënë, numri 2 i qeverisë, zoti Meta u kap gafil duke bërë korrupsion. U pretendua që kaseta ishte e montuar, po ashtu dënimi penal ishte 15-0, se cilësoni Ilir Meta, La Manita, Manera, sepse të 5 antarët e kolegjit penal të asaj kohe votuan kundër fajsisë dhe kundër dënimit zotit Meta, dhe kjo shkaktoi edhe revoltën popullore të madhe që, domethënë, qëndrimi i qeverisë. Tani ka diçka. A ka qenë qëndrimi dur që mos distancimi moral nga zoti Meta, duke pasur parasysh që kishin 7 vite në pushtet, 6 vite në 2011. E para, e dyta, a është vërtetuar sot dhe nga deklaratat që ka thënë dhe më pas dhe vetë zoti Basha që koalicioni me Ilir Metën ka qenë gjë më negative që i ka ndodhur Partisë Demokratike dhe që vetë Lëvizja Socialiste për Integrim në atë kohë ka qenë partia që, le të themi kështu, korruptoi dhe moralisht Partinë Demokratike për shkak sepse zhvillonte vetë korrupsion. Pse nuk dohet distancimi në atë kohë? Është pyetja. Pjesa e tretë, pse zoti Berisha nuk ekzekutoi në atë kohë bashkë me qeverinë e tij, dhe këtu përfshihet edhe vetë zoti Basha, urdhër arrestet që lëshoi prokuroria e përgjithshme ndaj gjithë zinxhirit drejtues të gardës. Dhe madje unë kujtojmë që në atë kohë, se gjitha këto janë elemente që tregojnë pozicionimin politik, fazën. Dhe ka thënë që unë nuk mund të rrëzoj moralisht, ka thënë gjithë ekipi drejtues të gardës se kanë bërë diçka të ligjshme që kanë bërë instruksionin duke arrestuar. Dhe madje e ka akuzuar dhe zonjën Ina Rama për lavire bulevardit. Episod tjetër i rëndësishëm është që as zoti Berisha për lavire bulevardi, thjesht i tha lavire si lavire, se çdo lloj ishte bulevardi apo jo, lavire ngelesh lavire. Bulevardi kuptimi që ti je bashkëpunëtor me këta pra me. Po pra po, me turmën e element tjetër është që as zoti Berisha as zoti Basha në atë kohë nuk u distancuan nga veprimet e gardës ose drejtuesit të gardës, se thoshën, shiko, nuk ka qenë kjo mënyra dur për shembull të kundërpërgjigjur. Madje e mbrojtën, le ta themi kështu, Gardën e Republikës, duke mos u ekzekutuar urdhër arrestet. Për ekzistencën e kasetave të tyre unë nuk e di, por di të them që domethënë vija e kuqe në emër të çfarë do të gjë është jeta qytetarëve. Po e marrim nga e kundërta, nëse ti e le bosh gjithë kryeministrinë dhe i thu edhe protestuesve do të futesh, futu urdhë. Çfarë not, bie qeveria.
ose ku dëgjon janë ato botet me ujë. Apo për shembull disa pista tjera, nëse ti i lag që gjithë muja ai shtyn pas, pse çdonin në vende të tjera. Pluma gome ka pra disa elementë tjerë që mund merren. Pse duhet qelloj me pluma drejt për drejt? Po, normal. Ja se vetë diskutim që dhe zoti Rama ka fajsinë e vet. Pasi nxitja e protestave të dhunshme, dhe ajo ka qenë një protestë që duhet nxitej, duhet kishte edhe dhunë dhe madje duhet kishte edhe viktima. Dhe kur unë them tezën time që martir, pa kaluar mbi kufoma nuk vjen dot pushtet, pikërisht kjo është. Duhen viktima, duhen martir, duhen heronj, duhen dëshmor në një kauz, në mënyrë që kauza të marrë legjitimitet moral. Problemi është që veprimet politike të kësaj dyshe çojnë dyshime të arsyeshme që këtu ka diçka që nuk shkon, ose ka një të vërtetë që mbahet e fshetë. Kjo është pranë teza ime. Shko, unë kam diskutuar me ty para disa ditësh fakt të temë. Kam folur mbi atë se çfarë do duhet në fakt të diskutojmë dhe pse është e rëndësishme zbardhja e vërtetës. Në fakt kjo bëhet vetëm në radh parë edhe në nder të familjarëve të viktimave të cilët kanë humbur njerëzit e tyre të shtrenjtë. Por edhe pse në fakt kjo çështje është përdorur jashtëmase politikisht edhe mediatikisht. Mediatikisht ne kemi për detyrë ta konsumojmë si çështje, por politikisht kjo ka pasur konsumin e vet politik. Duhet kuptojmë një gjë që kjo çështje do duhet zbardhet për vetëm në arsye që vajtën tashmë ka disa vite që familjarët e tyre kërkojnë drejtësi. Por në gjithë të kontekst të ngjarjeve, zhvillimeve, problematikave, se çfarë ka ndodhur rreth kësaj çështje, ne shikojmë akoma dhe sot që përsëri do të ishte më e mirë në optikën time, apo do ishte më e shëndetshme në optikën time që edhe nëse kjo audio që është dorëzuar në SPAK dhe zoti Berisha pretendon që është e manipuluar, mos t'i jepte zë. Pra, pse themu mos t'i jepte zë? Mos t'i jepte zë për vetëm në arsye që ne të merresim apo SPAK-u të merrej konkretisht mbi çështjen që ka rëndësi. Se nëse zoti Berisha ka informacionin që kjo audio që është dorëzuar në SPAK është e manipuluar, ai është i sigurt që edhe ka besim tek institucionet e drejtësisë që kjo audio do rrëzohet. Pra do dalin edhe aktorët cilët tentojnë të manipulojnë opinionin publik. Në anën tjetër, për sa i përket konceptit, dhe ne duam në fakt, edhe unë dua, unë nuk kam njohuri juridike, lexoj për kulturë, por nuk mund të flas si jurist dhe si kompetent i kësaj fushë, duam të dim dhe duhet që të kemi një informacion të saktë se si funksionon garda, mbi çfarë premisa funksionon garda dhe kush e jep urdhrin e gardës. Pra në gjithë të kontekst, po them nga ana ligjore këtu, e gjithë kjo ngjarje në fakt do duhet sa më shpejt të jetë e zbardhur. Për sa i përket zoti Berisha tha sot, dhe prapë ne këtë ne nuk e dim, se kemi ato informacione, që ka pasur një ndërmjetësim, tha zoti Berisha, ndërkombëtar në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës për dorëzimin e gardës te prokurorët. Edhe nuk dua të jap zë kësaj gjëje, se duke mos patur informacion, më shumë do të jetë një tymnaj. Unë ndaj vetëm mendime ndaj si Marsiti për vetëm arsye që kjo çështje, unë e kam bërë dhe shkrim këtë gjë, që i ka dhënë kosto jashtëmase Partisë Demokratike dhe është gati një faturë 7% që, se më kujtohet ajo 700.000 euro që Partia Demokratike e paguan çdo vit. Në një formë të ndryshëm, sa herë ka zgjedhje, kjo çështje diskutohet, sa herë ka korrupsion, kjo çështje diskutohet, vetë Partia Socialiste ka përdorur apo po të them narrativa në opinionin publik që vërtet ne vjedhim por nuk vrasim, domethënë e kanë çuar deri në këtë formë cinizmin, sa Partinë Demokratike ka dëmtuar jashtëmase. A do duhet tashmë që të ketë, sepse një distancim, unë e kam kërkuar disa herë nga Partia e Lirisë, sepse nuk, as edhe sot që flasim, ne Partia e Lirisë nuk ka asnjë pikë të përbashkët ideologjike,
politike përveç se problemeve me drejtësinë, me Partinë Demokratike në konceptin asaj se çfarë ndodh sot. Kështu që në këtë kontekst, në këtë zhvillim, mendoj që do të ishte edhe udhës, por edhe për mos të konsumuar më në përbanaqet mediatike, por as në konsumet apo në mediumet politike, kjo zbardhje, kjo çështje të ketë një përgjigje. Se në sa herë, domethënë, unë ke mundësinë sot ta trajtoj edhe nga darka si temë, por nuk e di në varësi të ftuarve, se çdo njeri do t'japi optikën e vet, dhe do ishte e mirë dhe do ishte edhe në shërbim të institucioneve që drejtësia t'japi një përgjigje që ne të dimë, po dhe familjarët të marrin një përgjigje që kanë kaq vite që e kërkojnë. Mbi këtë premisë e pashëm, mbi këto dy aspekte. Ideja është, unë nuk besoj se, jam dakord me atë që tha Ermali, po nuk e di për çfarë nuk bi dakord vetëm për diçka që unë nuk pres që të më flasi gjykata, edhe nuk besoj se gjykata, unë edhe ndoshta edhe shqiptarët ose edhe ato që deri më sot kanë mbajtur qëndrime të kundërta me deklaratat e Bashës, Berishës apo Metës apo kujdo tjetër. Pra, ato shqiptarët e urrejnë Ilir Metën sepse për videon e 7%-shit u vendos që ishte manipuluar. Ky ishte epizodi i parë. Epizodi i dytë, nëse shqiptarët e urrejnë Bashën dhe Berishën, një pjesë, jo të gjithë, por eventualisht po ta themi edhe me votime nuk e duan, se tani vota është tregues. Nëse vota është tregues, tani mund të ketë vjedhje ose manipulime, por nuk është manipulimi masiv. Kur ka vullnet, nuk ka zot që e ndalon. Qoftë me banda, qoftë me hajdut apo me drejtore që investojnë. Pra, unë nuk besoj se shqiptarët, as gazetarët, as politikanët të presin që të shprehet gjykata, që thonë që në atë datë janë vrarë njerëz. Aty është fakt që janë vrarë njerëz. Janë vrarë nga garda, se kanë vepruar sipas ligjit apo rregullorës, kjo nuk ndryshon gjë. Po 4 viktima janë, po 4 plakata Bronzin Bulevard që nuk shkulen kollaj. Sidomos memorien me familjarëve të këtyre viktimave dhe sidomos në memorien e atyre që ishin aty që u rran, u dhunuan, edhe mbetën u burgosën dhe disa të tjerë që ishin me qindra që mbetën të plagosur. Kështu që nuk besoj se një vendim gjykate do zbuste as si thuash vajtimin e familjarëve të viktimeve të 21 janarit, nuk do shëronte as plagët e traumës që morën këta tjerët që u dhunuan, u plagosën dhe u burgosën. Se gjitha këto ndodhen pasi përfundoi protesta. Dhe nuk besoj se do përfundonte ndonjëherë debatin politik. Ky debat politik, këto nuk ndalojnë këto. Çfarë mendojnë njerëzit për, nuk harrojnë këto, çfarë mendojnë shqiptarët për Bashën, për Berishën dhe për Ilir Metën. Edhe për Ramën sot për kusuret që ka Rama, nuk ka rëndësi. Por këto nuk harrohen nga pjesëmarrësit, familjarët dhe ata që e vuajtën në kurriz. Që debati politik të ndaloj njëre për gjithmonë, pra që mos përdoret nga Rama si kal beteje, sa herë që është përballë Berishës, Metës apo Bashës, që është irrelevant momentalisht, por po ta zëm se e ka një të ardhme nesër pas nesër në politik, duhet mos ekzistojnë këto tre figura. Pra, unë nuk besoj se mund të kishte debat nëse në parlament nuk do ishte Berisha. Unë nuk besoj se do kishte debat mbi përgjegjësitë e Bashës nëse Basha nuk do shkote sot SPAK. Është krejtësisht irrelevant. Madje për të vetmi që nuk flitet her pas here për ngjarjen e janarit, e nisin nga grumbullimi protestuesve dhe deri te vrasja dhe nuk e nisin fare të 7% që i Metës, e harrojnë të pjesa më e madhe e banaqeve televizive, që shqiptarët nuk u mërzitën se i mori Rama prej dore dhe i çojnë protestë. U mërzitën për se po ju vidheshin parat nga xhepat e tyre, ndërkohë që ishim shumë herë më të varfër se jemi sot. Konceptin tim ose nga nisur nga këndvështrimi personal. Pra,
deri për sa kohë që Basha, Berisha, Meta të jenë gjallë politikisht dhe aktiv politikisht, debati që këta janë vrasësit dhe ne nuk jemi vrasësit, ka për të ekzistuar. Kur të largohen ta nga jeta politike, Basha e ka bërë pothuajse, Meta se ka mundësi ka ngel sepse është në qeli, Berisha është kryetari PD-s, partisë opozitare më të madhe vend, atëherë do përfundoj njëri mirë debati. Pra, tjetër gjë është debati politik, tjetër gjë është përgjegjësia penale për viktimat e 21 janarit. Vrasjet që kanë ndodhur me 21 janar, sikurse e thash dhe më përpara, janë vrasje që janë cilësuar krim shtetëror dhe kjo ka marrë fund, është me vendim gjykate. Këtu nuk ka është apo jo krim shtetëror apo jo. Këtu nuk diskutohet më çfarë do lloj është tjetër të ndahen përgjegjësit. Që thash nuk se mendon pa distancimin politik. Po pra. I atij që ka qenë kryeministër në atë parë. Po pra. Zoti Berishës dhe i atij që ka qenë ministri i Brendshëm. Po pra, këtë po them. I cili sipas nenit 15 digjit për gardën. Po. Është njeriu i cili shikon objektivat, strategjitë e funksionimit të gardës. Pra, si më thënë, është personi pa objektivat, heqja gjë administrative pjesën ligjore. Do të distancohesh politikisht me deklarata qoftë edhe më pas. Çfarë ditë ndarke më? Çfarë ditë ndarke për mendimin tim? Që nuk jam pjesë e kësaj, jap dorëheqjen. Ore, nëse një politikan do kishte, pra, se kjo është morali se flet për vlera demokratike, valla, për një parti demokratike. Vlera europiane nuk është. Le të flasim për vlera njerëzore herë, më. Pa le demokratike se vlerat e cënimit tjetës dikujt tjetër janë vlera universale që s'kan lidhje me parti politike. Zoti Basha, nëse do të distancoj se mu, prandaj edhe kjo retorika jote që Basha duhet ta bëj ose retorika që bën her pas here me Ermani kushdo ashtu. Shqiptarëve nuk e duhet fare kjo punë. Që bën her pas here që a duhet flasi Basha, a duhet flasi Berisha. Kam atë, un kam fjalën e distancimit nëse Basha dhe Berisha janë drejt në vetë bëjnë çfarë veprimi duan. Dakor. Një sekond. Ata nuk kanë standardeve etike. Po nuk i prish punë kujt ta flet as flet Basha apo i flet Berisha. Jo, të distancohet. Po e kanë bërë ata, mo Marsit. E kanë bërë atë, po e kanë bërë më që s'kan nuk kanë vepruar. Pra nuk vepruar thotë pra. Po tjetër për të po. Nuk kanë vepruar më burr. Nuk vepruan për ndaluar gardën sepse në çdo qoftë garda, qoftë ushtria, ka ligjet e rregullat e veta. Ku ndryn, ku cënohet siguria e institucionit apo subjektit. Se subjekti i mbrojtjes gardës ishte edhe Kastrioti Islami atëherë kur e rekrutoi Berisha, e di këtë di. Që i shkuan ata socialistët e shtëpia sepse e rekrutoi Berisha deputet PD-s. I vun 3-4 gardistë aty. Edhe nga mbrapa që ta ruani se i cënoi jeta. Po edhe mas pra zotit Berisha ishte aty. Po tani nëse cënoi siguria e zotit Kaçit, nëse cënoi siguria e zotit Islami, nuk është se punoj si gardës do merrte ministrin telefonore çati bëjmë ti, ta rujmë apo mos ta rujmë. Atë përdorim armën apo jo. Ka një sër rregullore, ka një ligj. Dhe atë ditën e protestës ka një rregullore që përcakton qartë se ku cënohet siguria e institucionit. Kur shkelet rregulloria dhe ligji, aty pastaj futet bësh pjesë një hetimi dhe nëse ke shkel ke kry vepër penale, do dënohesh për vepër penale. Siç u dënuan ato vrasje nga pakujdesia. Më fal. Po di problemi është se ishin 4 vrasje nga pakujdesia. Jam dakord me qendrimi jot është ky pra, që ti thua fakti që nuk kanë vepruar. Po. Në një lloj forme i bën të fajshëm moralisht. Po shfajton, jo moralisht, po jo, edhe penalisht. Ti je dakord me këtë? Jo, prit një sekondë, le ta marrë jo dhe le ta fusim Ermanin pastaj. Të lutem, më dashur, një sekondë. Ta marrë jo se nuk po marr mendim në Ermanin. Po ti do të debatosh me të dy? Nuk debatoj dot me Ermanin për këtë çështje, se e di mendimin e Ermanit. As nuk e bëj dot. Nuk po e bëj as për Ermanin, e bëj për ato që na dëgjojnë. Pra, po themi që e bën për ne mos. Një sekond, më fal. Është një gjë tjetër që jemi ne të tre, dhe ndodh që unë shkalloj dhe vras dikën në rrugë. Dhe ty të kontakton me fjalë të kap policia dhe thua ti, e para herë që vërtet më mos dënohesh për vrasje. Jam dakord. Po. Që s'dënohesh për vrasje sepse si e pjesë ndodhen në momente gabuar, në vende gabuar, në shoqërinë e një idioti. Po. Që shtiu dhe eliminoi dikë. Por minimalisht akuzohesh për mos kallëzim krimi? Po, shumë bukur. Tani, 21 janar, 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 21 ja
kur ke përgjegjësi ti dhe unë jam punojësi për shembull i sigurisë një institucioni i një kompanie që ti mban. Dhe urdhrat e kompanisë ligjërisht janë që unë nuk kam detyrë të përdor armën. Për shembull, ma jep ti armën mu si kompani sigurie, që janë ta gjitha bashkë, por nuk e përdor dot armën kur nuk ka rrezik për grabitje, fjala vjen, kur nuk ka rrezik real, kur nuk cënohet siguria e personit që kemi marrë mbrojtje ose objekteve që kemi marrë mbrojtje, po dalë rrugëve tani dhe është ti në një rikot se kam një sherr banal. Në rastin e 20 janarit nuk ishte sherr banal. As kishte pjesë, as nuk bënte fjalë se edhe moskallëzimi i krimit është pjesë. Nëse për shembull zoti Basha apo zoti Berisha nuk e thon dot këta të dy që kishte urdhër Basha, po unë nuk pranova. As zoti Berisha nuk e thot dot të, as zoti Basha nuk e thot dot për Berishën, që dha urdhrin Berisha, po mirë më ti që nuk ke treguar që ka me 22 janar. Pse nuk kallëzove Berishën që urdhri nuk kallëzove që urdhri është dhënë prej ti nuk e qenë dakord që mos dënoje për moskallëzim. Nuk e thon dot sot ata. As kush e ka dhënë urdhrin dhe nuk e thon dot sot nëse ka pas urdhër. Sepse i bën bashkëfajtor. Ne përgjigjet s'mund t'i kërkojmë te Berisha as te Basha, e as te Meta. Ne do t'i kërkojmë mbi ca indicjeve që kemi për rastin fjalë, se si ka ndodhur. Tani, i vetmi, pra është si rëndohet situata nga posti dhe përgjegjësia, o vlla, kaq mbaron filmi këtu. Në këtë prizëm, në këtë fush do veprojë edhe drejtësia. Kush ishe personi i vetëm që mund të ndalonte protestën, gardisët të shtinte mbi Turp? Sepse vrasja e 4 protestues ka ndodhur një herë kohore prej 2 orësh, 3 orësh. Kush ishte personi i përgjegjës 4 orësh, sa po mendoj, që mund t'i thoshte gardës që jo me pluma real në turm? Zoti Basha. Pra ai që jep urdhrin për të mos vepruar ishte zoti Basha. Nëse s'ka dhënë urdhër për të vepruar, minimalisht mungon urdhri për mos vepruar. Se unë nuk mund të pres që të thot ai e ka bërë Berisha, e kam bërë unë, se prapë është bashkëfajtor në krim, se ti e ke ditur. Berisha nuk thot ka dhënë urdhër Basha se dënohet për moskallëzim. Kurse Basha po thot ka dhënë urdhën Berisha dhe ky ka dhe mos veprimin, ka dhe mos kallëzimin, edhe i ka të gjitha. Prandaj e vërteta mund të zbaret nga drejtësia dhe unë nuk besoj se drejtësia do na japi një realitet krejt tjetër nga ai që dim. Po pra se në ndikim tu nuk bëhet fjalë për kush i ka vrarë turmën. Ti je që po bashkëbisedoni. Ne jemi të linja që po flisim që duhet kuptojmë nga mënyra se si ndodhi raporti i veprimtarisë të tyre politike dhe i qëndrimit të tyre personal, çon në krimin e një ideje që janë bashkëfajtor, ka në një tjetër që është fajtor për te tyre, apo ta po mundojnë ta mbulojnë zullumin, se ka gjithmonë kur ka i zullum, vlla, sipër vetë pjesa e shëndetshme gjesh, poshtë është llumi, pra që mburohet pjesa e keqe. Po. Si po shitet sporta, kjo është ideja. Dhe kur e pyetoj që parë mal, nuk është ideja që ne bëjmë debat me ty ose ti me ne. Është ideja që okej, ne marrim një premisë. Premisa është qëndrimi, më pas. Ty si të është dukur normal, qëndrimi, qoftë zotit Berisha, qoftë zotit Basha, mbas e ka ndonjë gjallë. Sa thot Geri, e qenë se s'na kanë ndjek Geri Praga, sa veç keni qenë, ne kemi qenë të mëdhem mjaftueshëm dhe e kemi thënë edhe nga emisioni që kemi qenë dhe aty. Ermali ka qenë duke kaluar me ca miq, kurse unë kam parë në cilësinë e gazetarit. Kam qenë dhe mikun tim fotograf, e kam parë shumë gjëra të tjera. Do të tregoj Marsit çfarë nuk kuptoj unë me zbarje drejtësisë. Unë jam një njeri i cili ju them veprimet e tyre politike. Po jam këtë do të them, po një sekondë, edhe veprimet politike, por pse do të distancoheshin si çdo Andri? Po tani më dëgjoj, se çdo gjë ka etapat e vet. Pra, duhet kuptojmë mbi rrethanat sepse ne nuk e dim gjithë pamjen çfarë ka ndodhur aty. Në qoftë se flasim mbi pikpamje morale, është një koncept tjetër. Ne kemi hyrë në fushën e politikës dhe të ligjit. Nuk po folë më, në folë përgjithësi ligjore. Ka me ty më... Fal. Ta se kishe... Po s'ka me pyetjen që bëri Marsiti. Në këtë koncept, Marsit, pse them una duhet flasi drejtësia? Se kjo është një çështje që është sa ligjore, sa dhe politike. Por duhet flasi drejtësia,
sepse ne duhet të dim çfarë ka ndodhur konkretisht. Ne dim, jo, pyetja ime që ishte edhe çik për retorikën tënde. Ti mendon nëse drejtësia thotë që Basha s'ka dhënë urdhër dhe Berisha s'ka dhënë urdhër, kjo e zhbën 4 vrasjet në sensin që të Rama ta ripërdori politikisht dhe kjo i bën pastrim figure Bashës, Berishës dhe Metës për të rikthyer fuqishëm politik? O Anëri, në këtë sens po them. Pastrim figure, ata nuk lindën sot, që është një çështje dhe pastron apo jo figurën. Jo, po flas. Kanë 35 vite që përdore the që këta kanë vrarë ose s'kan vrarë. Te kjo pjesë ngelemi. Nuk po them se me fjalë njerëzit i quajnë vrasës. Po ma copzove mendimin. Po nuk e copzova fare mendimin. Unë thash Rama ka arritur deri në atë cinizëm. S'është cinizëm, e kanë vrarë ata. Si kanë vrarë? Një politikan nuk mund të përdori ne vjedhim ju vrisni. Është cinizëm shumë ai. Ku ka thënë Rama ne vjedhim ju vrisni? Po të më dëgjoje. Thash njerëz të cilët kanë arritur deri në atë pikë, si njerëz cilët janë munduar të bëjnë PR-in e Ramës, sot kanë thënë, neve vjedhim, këta vërtet vjedhim, por nuk vrasim. Këtë cinizëm kanë arritur të thonë, thash. Se kam hasur, unë kam jam marrë me PR-in e... Po dakord, more, po e kanë thënë tani se nuk është... Jam marrë prej vitesh, a kupton, veç kjo s'ka ndodhur, po. Nëse vara. Dhe në këtë kontekst, kjo ngjarje duhet zbardhur, sepse duhet kuptojmë edhe se si funksionon ligji, si funksionojnë institucionet. Kjo është e para në interesin tim, sepse viktimat janë aty, nuk e shbën kjo ngjarje viktimat. Viktimat, po. Kur u vra Klodian Rasha... Edhe, jo, ma mbajte kur u vra Klodian Rasha. Prej lumturia se ka bërë një lumturi këllezi, ka bërë vetëm një duta për respektim të zonjës, i tha i vrau Gardisi Ramadurës, që si shpërbim u bë deputet Ramadurës që ka pra Agron Male. Po, më dakord. Kur u vra? Ideja është kur u vra Klodian Rasha, në atë kohë, u kërkua dorëheqja e ministrit Brendshëm, si personi përgjegjës për policinë, sepse drejtoria e përgjithshme e policisë, drejtori i përgjithshëm i policisë, një nga personat që e ka bashkëpunëtohet më të afërt dhe që është i ditë për ditë është ministri i Brendshëm. Tani ti vlla, kur i kërkon për çfarë bën një patrullë policie, përgjegjësi direkte e ministrit, me të drejtë, Partia Socialiste thotë, po pse unë s'kam të drejtë të kërkoj ministrit, përgjegjësinë e gardës dhe të policisë? Tani, ngjarjet... Se kjo është, se po merremi, i futemi shumë kanale levancore. O Marsit, tani më pyete mua... Ka një Nye Gordiane që është e thjeshtë. O Marsit... Ka pas përgjegjësi politiko-ligjore, Berisha dhe Basha, për veprimet e gardës kaq, kjo është. Po këtë nuk si mund ta di unë që ligjore. Ligjore unë s'mund të flas dot pa ditur si ka ndodhur e gjithë ngjarja. Politiko-ligjore thash, politiko. Po nuk mund të jetë, kjo është ligjore tërësisht, politika janë qëndrimet e tyre në pas distancim apo jo. Nuk u arrestua zinxhirit e tu si gardës? Po. Ka përgjegjësa për këtë? Po po ta ka thënë sot Berisha, e dëgjove çka ka thënë, prandaj po them gjithë çështjen ne akoma nuk e dim. Tani ti po e kërkon të vërtetën te Berisha se unë nuk e kërkoj të vërtetën, unë po të them mbi atë se çfarë ka ndodhur, ka shumë paqartësi kjo ngjarje dhe kam thënë, po ka paqartësi kjo ngjarje. Po pra unë atë unë lodha ka fola 10 minuta tani ti ma dhjeve komplet retorikën. Po jo morbur në sytë mi. Si është çfarë ka paqartësi, çfarë ka ndodhur? Po këtë dim. Iku, prit para. Një sekond. Ai që lloj garda? Po. Këta të katërt, ai vran me plumat e gardës. Shumë bukur, iku. Ishte Berisha në institucion brenda? Po. Ishte Basha në institucion brenda? Po. Pse nuk ishte Basha në Tarrac që po shifte protestën? Ishte. Pse nuk vepruan këta për ndaluar gardistët? Po ne nuk e dim çka ka ndodhur në ato mure, po të them. Pra këta kanë dhënë urdhër për ndaluar këta gardistët kanë bërë kokën e tyre. Tani unë nuk e di, prandaj po të them. S'ka këtu është, nëse këta të dy, më fal, një sekond. Një sekond, më fal, një sekond. Normal, më fal. Ti po ta thjeshtosh gjën. Domethënë aty të ishte kaq e thjeshtë dhe ata e kishin zgjidhur këtë punë. Ajo është një çështje shumë e komplikuar. Dhe prandaj po të them unë nuk kam përgjegjësinë dhe gjithmonë kam zgjedhur këtë lloj deduksioni, edhe për rastet që ti më jep që më thua mua Klodian Rashën apo edhe ngjarjen kur ndodhi kjo në Rinas. Manipuloi policia, tentoi ta manipulonte fillim për shpëtuar efektivin, tani dihet shumë mirë. Po e di more. Se doli e bardha në zezë. Po. Dhe nuk është s'ka raste që ndodhin shumë. Po dakord more. Dhe po të them, ngjarjet cilat janë sensitive, unë më shumë tentoj që ta zbardhi drejtësia dhe gjithmonë ka mbajtur një profil në konceptin. O Anri,
drejtësia, duhet zbardhi vlla, çfarë përgjegjësie ka pasur roli komandues, çfarë përgjegjësie ka dhe zoti Basha edhe zoti Berisha. Kështu e shikoj. Iku, dhe unë nuk e shikoj dot ndryshe. Mirë. Unë këtë çështje i kam parë gjithmonë, nuk kam parë në një gjë. Jemi në vitin 2029. Ka mbaruar procedimi penal nëse edhe Berisha dhe Basha shkojnë procedim penal. Mbaron dhe gjyqi 2029. Gjykata vendos që Basha nuk ka dhënë urdhër, Berisha nuk ka dhënë urdhër dhe garda ka zbatuar ligjin dhe rregulloren e gardës për të mbrojtur institucionin për një gjyq që është bërë më përpara, janë dënuar fajtorët, qofse del një provë re për një fajtor të ri dhe iku ky muhabet. Ti sipas te, kjo deklarata vendimi i gjykatës Strasburgut e zhbën kjo që Basha apo Berisha kënë lidhje që Rama nuk e mund të e Basha merr vulën dhe logon, ikën Berisha e braktisë Partinë Demokratike, rikthehet Basha. E ndihmon Bashën ngjarja e 21 janarit apo i ngelet prap njoll? Në optikën tënde. Në optikën time, Anëri, ajo përsëri do të ketë konsumin politik brenda. Nuk ke mëoj këtë. Po opinioni publik. Po në opinionin publik, se ajo politikisht do përdoret. Po jo vlla, si përdor politikisht tani? Si, po do përdoret. Po ka vetëm si përdor politikisht. Po politikisht do ta përdorin Partia Socialiste më që Njerëzit opinioni publik do e votojnë Bashën apo jo, si vrasës apo si liderin e opozitës që ishte parë ngjarja e 21 janarit, në këtë sens po them, pra, gjunahet. Është njësoj si thuash tani donë, më vi Rama mua në 2042-shin, kur t'jetë mosh me Berishën, dhe Rama taj kur në vit 2022-shin, mund t'i kem harru gjithë to faturat që më ka pre deri në 2025-ën. Më kuptoj që po them. Faturat e korrupsionit. Me hipotetike. Hipotetike nuk ta shpjegoj dot. Faturat e korrupsionit. Po them çështja më për 21 janari, po ta bëj lidhjen që të më kuptosh. Është e njëjta gjë. Nuk flas dot me dot unë për çështjen e 21 janarit. Nuk është dot më fakt që Rama ka një faturë sa i përket aferave korruptive dhe i ka përmes varësve ti. Po. Është fakt i pakundërshtueshëm i SPAK-ut. Po. Shumë bukur. Rama bie nga pushteti sot, nuk është hipotetike. Si ditë do bie Rama kur i dheu se nuk mund të jetë i përjetshëm. Në qoftë do vdesi një ditë, se më çmendë. Tani Rama bie nga pushteti. Tani a ka shanse që Rama në të vi në 2050-ën, 80-ën, ta bëjmë jetën e gjatë Ramës, 140 vjeç. Të vi 2080-ën dhe të më thotë që më votoni prap mua, se unë nuk jam ai Rama 2013-ës, 17-ës, 21-ës dhe 25-ës? Apo do i harrojmë në këto që ka bërë Rama faturën ekonomike që na ka lënë xhep, apo do ta... Po logjik politike në deduksion, në qoftë se ngjarje ndodhin, po t'jap unë modelin e Berishës që dhe pse iku erdhi prap 2005. Nuk është kjo thelbi anë. Po kur iku një herë që ra nga 97 nuk kthyen 2005. Po. Pra në politik kur mos thuaj kur thon. Pra ishte njësoj Berisha 2000 po tani 2005, 2009, 2009 e mori me LSI-n, po ishe Berisha njësoj 2005-2009 me qarë sot? Jo, ose është Rama njësoj 2013 me qarë sot? O, Anëri, 97-a në qëfar situate kaloj vendi? Ilir Meta u akuzua për Floririn, erdhën prap, pra ne po them në politik, me deduksione, qëfar ka ndodhur në Shqipëri, nuk ta jap do të përgjigjen. Kishte një vendim gjykate për këta që ishin hajduta, kishin kap qeverin që ishin hajduta. A perceptim popullor apo jo? Po pra perceptimi popullor... Po se për perceptim popullor po më fletani, tani më thua nga perceptimi popullor më thua vendim gjykate. Ti mendon se Basha do... Ma thuj troqë për vë. Po jamër po të them një gjë qatë troqë, po ta shpegoj... Nëse Basha, se mu thash Rama, ti thua dhe Rama dhe Basha, jemi ti bërë gjitha rolet. Ma thuj tamam, Basha ka shanse që të rikapitulohet në politikë dhe të votohet masivisht për rotacionin politikë, se njeri nuk ja falë pushtetin, as Amerikani, as askush. S'ka nevojt ja falin pushtetit, po se merë do të që se merë do. Është rëndom kjo gjë i falin pushtetit, as kush nuk të falë asgjë. Po, prapande po të as kush nuk të falë asgjë. Amerikanët nuk ja japë, tani po të them, në këtë çështje, ne nuk e dim çfarë ndodh. Ne dim në këto fakte që në qoftë se ai kalon nëpërmjet proceseve të drejtësisë deli pasër, ka gjithë atributet që të kërkojë ringritjen e vet politike. Se i japin amerikanët, se si japin e nuk e dim. Po si e kërkon ringritjen? Me vullnet. Jo. Shuhen në qoftë se Jo, ky thotë si ringrihet politikisht ai ku ai ka rënë politikisht.
Po ngrihet, njeriu bie, ngrihet prap. Po për çfarë? Ky det tani është e shfaqësimi. A ka kryer krim apo jo? Nuk e ndryshon opinionin publik për njerëzit. Po nuk e ndryshon sepse në 2021-shin, po të qëndroni me opinion publik, kanë treguar që Basha me Berishën e morën zgjedhjet, pati interferenca të tjera, po donën 80.000 vota të pavlefshme u anëri. Si o dhe. Dhe ndodhën shumë kontekste. Që ishin Bashës të votat? Tash Basha me Berishën. Ku ishin PD-s, ku e dje që ishin PD-s të... Po 80.000 vota kur janë të pavlefshme të kujt janë? PS-s janë? Pse kështu e bën llogarin ti? Po jo, kështu janë. Po pse la PD që të ishin pavlefshme, se kuptova. Sepse nuk kishin fuqi vendimarrje dhe pati shumë interferenca të cilat ndodhen. Po kështu. Pra ishin 80.000 vota, ishin 80.000 vota të pavlefshme, ishin të PD-s. Këto analizë, kjo tregon që nuk me deduksion politik. Kështu që kjo ndodh. Unë nuk besoj se 80.000 votat e pavlefshme kanë qenë të Partisë Demokratike. Si shumë besoj... Jo, 2017 nuk është humbur shumë me këtë logjikë, po të kapim... Jo, humbur me logjikën që mos dalim temë tjetër, sepse Basha nuk bëri koalicion, u prishën koalicionet me Metën, se vetëm ai nuk e merrte dot ta bënte dhëmin, por nuk e kisha për tërë, unë e kisha për 2025-ën tani, që Basha konkuroi dhe nuk më dha asnjë... Po mund ngrihet prap, kjo nuk ka lidhje. Po si do e ngrejnë ata që e kanë refuzuar rrethana politikisht kanë ndodhur shumë rrethana. Unë e kam te vota popullore, më burr nuk e kam tek se do Basha të ngrihet. Basha mund ngrihet majt hunit, po vetëm nga vota popullore ka treguar në 2025-ën dështoi politikisht. Marrë filmi tani. Ata refuzuan tani të themi do na ngrihet me forcë kur. Nuk ti dihet kur politik. Si ndihet kur. Po nuk i ndihet kur politika në si. Po nuk ta shpjegoj dot si në këtë moment, mbase kur të kaloj koha mund ta shpjegoj. Po tani jo. Kështu që në politik, unë kam parë që kur mos unë besoj që kur të ngrihet Basha, Rama do jetë më fort se Basha. Pavarësisht se ka pas faturë ekonomike korruptive. Po kush po thotë jo? Po atëherë si do ngrihet Basha kur ti mund të jetë më fort? Ore, po ti beson çfarë duash tani? Unë nuk e besoj fare atë më. Ore, dakor, po them të kundërtën. Ti po mban këtë premis. Pse s'do ngrihet Berisha në 120 vjeç? Po mund të ngrihet. Po si do mbijetoj Basha? Ore, mund të ngrihet. Kjo është hipotezë pastaj. Që ai mund të ngrihet. Fakti është rezultati 2025-s që e kanë plandos me kry në hi, thotë, kupton? S'ka si problem, po si s'ka problem, po tani Berisha, po pse Berisha që ka problem kur nuk i merr ka mandatet, për Bashën nuk pas ka problem. Dhe pse për Berishën është fakt kur bie 6 mandate, kur bie 6 mandate, kurse ky do më kthehet më fuqishëm se Berisha ka probleme të cilat lidhen me partnerën ndërkombëtar. Ka probleme me faktin që po ti rregulloj atë s'ka më probleme pastaj. Nuk ka mbajtur premtimet me demokratët me foltoren e parë. Pra, Berisha ka probleme të qëndësishme dhe me drejtësinë. Tani, po të them, kush i kalon këto vështirësi, na jeta tregojnë që kur kalon vështirësinë kthehesh më i fortë. Nëse nuk i kalon dot të vështirësi, dështon. Kështu që nuk ka ndonjë gjë këtu për t'u habitur dhe për të pasur ndonjë habi politike. Jo, ka habi, pse për mua s'ka. Unë nuk po them gjë, mëse unë e di që ti për ty s'ka, unë nuk e kam me ty. Unë e kam me ata që më ndjekin. Unë nuk po përpiqem të bind. Për mua ka habi, sepse është tjetër gjë të kem dëshirë. Pra, unë besoj se një njeri është pozitiv, po pra, a mundet a dua unë është tjetër gjë. Unë më them për shumë njerëz që dua, po a mundet kam indikator, dhe unë po flas me indikatorët, nuk e kam çështje dëshire. Unë nuk, po të më pyesësh mua, unë nuk dua asnjë nga këta. Sa më shpejt riciklohen të gjithë, aq më mirë. Dhe ky dy premisat dhe si unë besoj se unë janë shumë të tjerë. Që koha politike e Berishës ka mbaruar dhe koha politike e Bashës ka mbaruar. E Bashës ka mbaruar se Basha ka pas hapësirë më shumë se sa Berisha për pas për kohë politike. Dhe koha e enturazhit aktual të Partisë Demokratike ka mbaruar. Flas pa atë që sekretari i përgjithshëm, pa atë që zëvendës kryetar. Po pra po them në këtë sens. Dhe unë e them sepse nuk e besoj se si mund të nesër pas nesër të më vi Rama mua në 2020 të më thotë, ore, harroje ti që kam bërë unë deri dje, harroje ti që hanin kumbla para pas shpinës time, harroje që i mungojnë disa milion euro buxhetit shtetit, harroje ti që kam kaq x njerëz të arrestuar, po unë tani jam i kthyer më fuqishëm se kur, sepse unë s'kam bërë gjë atëherë. Edhe Rama në deduksionin që bën Rama, që penalisht çdo kush është i fajshëm mban përgjegjësi për veten e tij, jam dakord, unë atëherë Rama nuk i kën kurrë.
Nga ana tjetër, diskursi politik dhe debati që bëjnë gjithë ta tjerët që janë me Bashën, me Berishën, me Leshin e me Preshin, është që ky zotëria e di shumë mirë që ky ka hongër kumlla bashkë me këto. Ama kur vjen puna pasaj për te këta vet, këtu nuk i din këta. Këtu nuk marrin vesh, këtu ndërpritet qarku elektrik, nuk i shkon. Ndryshe janë që janë martirë, janë njerëz që sakrifikojnë veten edhe karrierën për titrin, e kanë bllokuar, e kanë vënë duart në fyt vetes, e kanë thënë që mos fol tash se do durojmë. Po pra, sa ta vi momenti sepse kështu është situata, dëgjoj. Shikoj, e di kush është problemi i debateve shqiptare? Për shembull, ka njerëz që kanë problem ose se kanë problem ta mundojnë vërtetën, dhe nga njerëz edhe në vetë mund ta bëjnë në mënyrë konsciente. Po. Po ideja është që kur ka ca gjëra të dukshme dhe kur gjykohet me kriter logjik nuk mund t'i lëvizësh dot. Se nuk mund të thosh për shembull që bieshi po dra pa çadër sot s'do lagjem. Se është rregull. Për shembull kanë thënë edhe filozofi, David Hume është një nga ata që ishte që i vinin dyshim edhe rregullat universale. Thoshte për shembull që një ditë graviteti s'mund të funksionojë. Dhe filozofët e mëpasën thanë gjë të bukur që ora këta vërtet e vinin dyshim, po pse se provon ai të udhë nga pallati. Kur e mendonin kështu. Edhe politika i rregull. Koha nuk ta kthen atë që ta merr. Ore, di përsa i ka bërë Napoleoni gjithë atë epokën e vet napoleoniane në Francë për 15 vite. Po. Tu kanë 15 vite që janë në opozitë, si do të vi ty mundësia që të vish pushtetin, do presim. Unë flas për gjithë Partinë Demokratike, nuk e kam me një emër. Që them Berisha, Basha, janë gjithë bashkë. Po atë po them dhe unë mëse kam me Basha. Janë gjithë bashkë. Unë s'kam se ta veçoj njëri. Se si them unë, po ti them unë nuk ka kryetar partie, aty ngrihet PD-ja. Pse do ta veçoj më? Kush është kriteri logjik që bën më ta veçoj? Partia Demokratike që ka Sociali Berisha është e njëjta Parti Demokratike që kishte Basha. Që të dy mashtron. Ta them unë, edhe Basha dhe Berisha kanë bërë mashtrim të madh. Ta luftonin me njëri tjetrin kush do marrë pjesën e mbetur. Dalën më. Po. Nuk është se kishin ident rinovonin partinë. Dhe gjithë lufta më pas u bë që Basha des merrte nokën e kompani, ai tjetër des binte dhe ja mori ky. Së shisoj. E di pse së shisoj. Së shisoj. Jam dokra më për ç'është kjo? Do hapej, do rinovoj. Aty ishte 12 vjet të sua. Basha aty ishte. Basha nuk e pati kur Partinë Demokratike, përsa kohë ky zotëria e qiti byt për jashtë pa pas vul, pa pas logo. E dyta, ky zotëria konfirmoi se ata që ishin aty respektonin më shumë këtë se sa Bashën. Dhe treta, nëse Basha rivitalizohet dhe ngjallet, unë nuk besoj se mund të ketë do e fragmentarizoj më shumë Partinë Demokratike. Do e bëj shkrumbe hi. Unë nuk besoj se do ketë grupet e interesit, mund të jetë këta gjitha langaraqat që janë vërdall, këta hienat, orlat që rrinë. E ke parasysh që është ajo viktima që është kërma që ka ngordhur ose një kafsh, me fjalë që i rrinë aty te pema që sa t'japi frymën e fundit që të shkojnë të hajnë, këto janë tamam morë, lapesin një viktim ose një nga këto që është duke morë fund dhe i vinë vërdall. Unë nuk besoj dot se po u kthye Bashan PD det me fort. Se Bashan, nëse do ishte faktor për me një parti tjetër, do kishte treguar që do ishte me Atlantikët. Ky është fakt. Mbaroi tu. Pra, nëse ky zotëria do kishte ndjekës, nuk mund dilte partia e fundit të fundit. E fundit e të fundëve në 2025. Nëse ky kthehet me logo dhe këtij Tiranë në qaftë të shkretit, kthehet me logon dhe vulën, unë mezi e mirëpres biles. Por, nëse kthehet, ajo PD-ja do fragmentarizohet edhe më tepër. Pra do ndahet midis partia Çangeli Bashës, partia çfarë do i ngelte Saljanit, partia çfarë do i ngelte Gazit, partia çfarë do i ngelte Mulit, e partia çfarë do i ngelte familjes. Pra, që kthimi dhe fitimi vurës nga Basha i dëmton PD. Do ishim 5 PD. Berisha mira po kesh të unë e bashkova PD se këta mdun mu. Me çfarë kostësh është muhabet tjetër, po e boni bashk. I tha gjithve këtyre, hajdini, këta që u shpërndan si zështë e Korbit. Aty kanë qenë Berishës, kanë qenë ata, nuk janë ndarë në Basha disa të thot tani. Ata kanë qenë tërë Berishës. Gazikut e Basha, Saljanit e Basha, deputet, ministrat e Basha. Të Berishës kanë qenë tërë këta, s'kanë qenë të Bashës. Karrierën e ka nisur, që në hapat e para ka njësur qeverim Berisha. Edhe Basha i Berishës ka qenë më dhe thelbi qëndron. Karrierën ai nga i e ka. Dhe në 2023-shin, se është gjë tjetër çfarë kanë përdorur si modele komunikimi, edhe në 2023-shin që thoshin jemi pavull, gazi e gjitha tjerë për Berishën punuan. Kështu që nuk është se është ndonjë ndryshim kjo. Dhe më pastaj ne e dim shumë mirë se këtu harrohet kollaj. Tu ka ndodhur vetëm një vend, nuk është komplotuar ndaj
zotit Bash, ndaj zotit Berisha me Goni Gali, po është komplikuar ndaj zotit Basha. Po, shumë mirë. Që është aferë shumë, mirë shumë mirë kjo. Mirë e kam bërë, po qa po të rritë, merë me atë në tani, me Goni Gali, që Basha. Po që shumë diskutimi, mirë ka bërë unë a shumë mendoj, më pëse do të... Ka shumë mirë e kanë bërë. Me zje, biles, më keshtë e këshim bërë. Si më korupcion... Po, më keshtë e këshim bërë. Korupcion, po është minim demokracie morale. Po, ashtu me dy fish minim demokracie. Okej, ashtu po që është konceptiv. A e le me dëshirë. Jo. Me dëshirë unë. Është vendim gjukate. Ta këshim bërë dhe më keqë. Është vendim gjukate. Si se futë dhe në burg, biles. Sepse nuk e kresim nga partijet ndërkombëtar. Ja kush janë partijet ndërkombëtar. Se partnerë është drejtori i zbulimit të bisë partnerë. Po dhe ata e zbuluan, Amerikë e zbuluan. Partneri Bashës ai, a kupton? E zbuluan këtu prap. Nuk janë partnerët e Bashës. Ai ishte një agent, nuk ishte gjithë mekanizmi amerikane parandaloi. Tani parandalun lekët që mori o zotri. Nuk parandalun goditjen e Bashës tash mos e bëj çesharak më Po ashtu është, nuk parandaluan goditjen e Bashës. Mirë. Po çfarë parandalun? Goditjen e Bashës? Veprimin veprimin që ai ka bërë. Bashës? Veprimin morbur që ka bërë. Amerikani për ç'është bërë Rama me Bashën? Ore veprimin, si mos ruan amerikani, se ruan për këtë për atë. Jo, për atë nuk do t'ia di fare. Për kamor, po pse më këtë do të di? Po pse për atë u hetua me Goni Gali më? Si unë që i bëri dëmtoi Bashën më? Ore është gjithë timi morbur. Ore nuk është fare timi për të, nuk është e ke shumë gabim zemra ime. Timi është tërsi. E ke shumë gabim. Tërsi nuk është fare që dëmtoi Bashën. Nuk e dënin thot për atë fakt, mendim gjykatës. Po s'fare mos janë marrë fare me atë çështje. Nuk janë është budallik, nxirë më nxirë. Lexoj si është përmendur. Po është dosja morbur këtu e kemi diskutuar tani se s'do të mbaj dosjen. Komplotuar, për të komplotuar. Po pra. Por nuk është marrë fare me hetimin. Aty thuhet që kemi nisë, nuk është marrë fare se si duhet ja dim për Bashën. Ata thonë një pjesë, po jo më. Ore nëse ata e përcaktojnë dosje, ti pra është bërë gjyq për Bashën dhe për Ramën atje. Për Bashën, por aty është bërë në mënyrë se si është manipuluar dhe është korruptuar një agent. Po një sekond mora. Kush është vendimi që është marrë? O Anri, aty është analizuar se si është korruptuar një agent i FBI. Po shumë mirë e kanë bërë. Dhe aty të kanë nxjerr faktet. Pra, kush e ka korruptuar dhe çfarë ka ndodhur. Shumë mirë kanë bërë që kanë kapur. Në këtë kontekst është. Unë po them tjetër gjë. Në Amerikë nuk është bërë ligj që kështu gjyq për Ramën për Bashën. Në asnjë sekond. Nuk përbën fare interes kjo morbur. Kjo përbën interese gjatë gjykimit tregon se si kryeministri as i vendim për kryeministrin as për atë nuk kanë hetuar. Normal, nuk kanë hetuar. Ai ka marr lekët apo jo, është thënë apo jo. Nuk është hetuar, nuk është proceduar normal. Si nuk është proceduar, ma është kanë nxjerr kuptojmë unë me ty. Unë nuk kuptojmë, e lejmë. Po të shtem mund tani unë nxjerr vendimin. Por nuk është hetuar më vash. Nuk është bërë hetim nga prokurorisë normal. Në Amerikë për këtë gjë, ka marr lekë apo jo për të goditur Bashën. Si më patë kanë përcaktuar dosje më marrësi. Si e kanë përcaktuar dosje më? Or vendimin ore. Dakord se do vjer tjetër me dosjen këtu që të vendimin, jo dosjen ore. A më thënë s'flas pa vendime gjykate. Po dosja është mëse ai është në dosje me Goni Gali është dënuar në Amerikë, më burçapun atë. Po s'është dënuar për se ka marrë lekë të Bashës. Për çfarë është dënuar? Për spionazh. Spionazh. Po, për çfarë quhet më? Lobim. Ka marrë lekë jashtë pa deklaruar. Po lekët i ka marrë këtu vëlla, se ku i ka marrë? Kujt e ka marrë këtu më? Ka një... Po nuk thonë që e ka marrë lekët e Ramës, la si vënë se më të shmënde për t'i rënë Bashës. Po them Ramës, tregon aty komploti që është bërë. Nga Rama dhe Bashës. Kështu the tekstualisht, ta kthej këtu tani. Po ku i ke lekët që ka dhënë Rama? Është bërë mos e duç ka është këshilltari Agroneza, ta kanë treguar me të dhëna. Ore ku thot aty që këta është komplotuar ndaj kreut të opozitës. Po kaq për mua është shumë mirë kjo. Për mua është shumë mirë, nëse ka të vërtetë. Okej, dakor. Për mua s'është e vërtetë. Do vide me dosjen ta përcaktojmë me emisionin tjetër. Po nuk është hetuar normal sepse gjë sekond. Se lekët janë dhënë nga PD-ja për lobimin, ta thash të herë. Janë dhënë lekët. Nuk është hetuar nëse janë dhënë apo jo. As lidhjet e nuk është hetuar lidhjet e Bashës me rusët, pavarësisht se ju mendoni se është, por nuk është hetuar me amerikanët. Opinionin tuaj dhe dakord jemi. Nuk ka hetim normal. Unë pranë nuk po them asgjë. Ti thua kanë hetuar. Nuk janë marrë me Ramën me Bashën. Janë marrë me idenë që ai ka bërë korrupsion. Është marrë me agentin e vet aty. Duke marrë para me idenë që do të ishte non grata disa njerëzve. Ose s'do i lejonte të shpallësh listë e zezë. Non gratës vetëm kjo ma Omar si tani se është dosja tani se do vime dosje çdo emision dosjen e kemi më normal tani se s'e ke lexuar vetëm ti se çfarë tani që ka bërë Charles me Goni Gali në Shqipëri është që merrte para me ide që do ishte një saktuar politikan ose biznesmen nga lista e zezë. Kaq kjo është gjë zyrtare. Nuk është kjo vëlla. Nuk është kjo Omar si tani se tani s'është vetëm kaq se e fragmentarizojmë.
aty tregohet se si është bërë gjithë, çfarë do duante në dosjet përmendej dhe Agroneza dhe Duçka që ka qenë këshilltari i Ramës, për çfarë do përmendeshin këta? Për çfarë s'përbën interes kjo për Shtetet Bashkuara të Amerikës? Për çfarë do merr me dy njerëz që dhe ne si njëjnë posna? Po si ndikoi? Ama në Marsi tani se do të diskutoj këtu. Janë votat se i bën të komplot në Shqipëri. Ajo nëse bën të komplot, bëhet me ide që të drezojnë në një lloj forme tjetër. Për të goditur një njeri i cili ka qenë atë kohë kreu i opozitës. Dhe këtë po të shpjegoj, se si ran votat pastaj dhe këto ka ndikuar dhe shumë tjera, po nuk përbën interes kjo gjë tani, sepse është një vendim, unë s'kam vendimin, këtu të vi të zbërthej një çështje e cila... E kemi vendimin, e kete bisedat se kemi bëshe bashkë, të dokumentat, lexohet, po vendimin për lexohet, nuk ka hetim për Ramën për Bashën. Nuk ka hetim, nuk kanë bërë hetim për Ramën për Bashën. To thënë pse kanë marrë parat, pse kanë marrë parat me Goni Gali, po më thuaj. Unë do e besoj atë çdo Ermali që do ishte ky komplot i madh, e di si Ermal, vetëm nëse në 2017 do ndahej çështja e pushtetit për 2 mandate ose 1. Edhe unë po të isha e Drama do thosha për një ose për 2 deputet, pra PD-ja e Zem ishte 69. Duhet të bëjmë diçka se s'bën. Që PD-ja mos vinë pushtet 2021-shin. Po nuk ishte atë diferencë, PD-ja ka marrë 48 deputet, sa ka marrë në 2017? Sa ka marrë? E di numrin e deputetëve? Se mbajmë në 24 në 2017. Po pra, do të thënë ishte kotat më të ulta. Çfarë do të marrë mua që në 2018 unë të mendoj që Marsit, në 2018-2019 ka ndodhur kjo ngjarje. Po pra, çfarë do të alarmonte Ramën? Do e alarmonte 2017 do nda për një deputet dhe në 2021 ka ndodhur ai shumë gjëra. Ai është me teorinë që Rama e shifte Bashën politikisht të fortë edhe fitues dhe i rrezikonte pushtetin dhe me drejtë se lideri i opozitës ishte. Problemi është që dhe ka komplotuar tek me Goni Gali dhe sipas për të goditur liderin e opozitës dhe sipas teorive të Ermalit e Euroatlantikëve është që ky është dëmtuar shumë dhe prandaj nuk e ka fituar se ky ka komplotuar me atë. Jo se kanë dashur shqiptarët. A kupton? Po në këtë sens ka bashkëpunuar dhe Meta me Berishën me Ramën, që dëmtohet. Se kjo është teza. Ata thotë pra ka bashkëpunuar Berisha. Meta po të them tërkohë dhe Berisha, po tani jam në Marsi tani se më vini fjalë. Tani Doriun do përsëris një të gjëra 1-2 tani se bëmi kohë tani se lodhemi kod me këtë konsumim. Tani lodhemi kod me këtë. Çfarë na duhet kjo neve? Është lufta politike atyre. Unë po them fitonte as fitonte Basha. Ky thotë nga premisa e fortës më. Nëse Basha, ky thotë nëse Meta, nuk e do kryeministër Basha. Duhet Meta apo jo? Po kundër mua nuk bie ndërmend thotë. Po pse më Berisha do Ramën më? Jo. Rama do Berishën më. Do Bashën më. Basha do Berishën, Berisha do kush i do njëri. Të jo shash janë shkapëly nga nona nga motrat, s'kan lënë gjë pa thënë për njëri tjetrin. Dhe janë bërë bashkë, kush po flas, unë s'fola për dashuri, ju flisin për idealizma. Unë flas për politikë, ju flisin kush pallohet me kë. Tani unë mua bet kohë tani, doshe këtu pse ja boni kë kështu mu. Jo, ky do që të shkojnë atje ditën e zgjedhjeve dhe thonë hajde tani ma merrti mua. Faleminderit. Një politikan përdor gjithë metet politike. Nëse Rama ka besuar se Basha ka bërë lobi me para ruse, aty nuk thot gjë në vendim që ky zotria nuk e ka bërë këtë. Ose hetuar Rama dhe ky ka spekuluar. Saktë se është realist. Ai po thotë që ordha edhe nëse ti sepse tu të punojnë kundër, ç'mund duhet mua mos i lejt punojnë kundër në këtë sens. Pra është justifikim. Ky do të ndërpresi biliarin, do të ndërpresi punën që bëjnë politika, anët që fitoi lideri i opozitës, s'e kuptoj tani. Kush është parti politike? Unë them mbi premisa të cilët nuk dëmtojnë demokracinë, unë s'fola për PR-in. Po kush dëmton demokracinë më? Por nëse ti komploton ndaj ç'a komplotoj më vëlla? Në ç'a komplotoj më vëlla se ma çmend edhe një herë, si e komplotoj? Normal, si e komplotoj më burr? Ç'a do të thotë komplotim? Si ç'a komplotoj? Ha, ma ç'a komploti? Kush ishte komploti? Po me Goni Galin çfarë ishte gjithë kjo çështje? Po një sekond, pra ç'a ndodhi, pra ma shpjegoj. Po tani s'do rit të rikthejmë çim gjëra. Ore dashur, po prit tani se të qarsojmë dhe unë tani se s'po marr vesh. O, bala do të vi emisionin tjetër do të merrem me këtë çështje. Ore merr gjithë ditën më se e di ç'është. Nuk po them thuhet në vendim që Rama ja futi kot? Se këta e hetun Ramën që kishte gënjyer dhe Rama po ja fuste kot, apo thuhet që ky zotria ka marrë lek nga filan fisteku, ka qenë te zyra Ramës, institucioni i kryeministrisë i ka dhënë informacione që ky zotria institucioni mendon se lideri i opozitës po bashkëpunon me një kompani që lobon me parë ruse,
Dhe nuk thohet që jo, kompania nuk ekziston, jo që ato janë marrë, pse ka marrë lekët ky në të zezë. Është përcaktuar se si ka dal edhe në media lajmi, edhe çdo gjë tani. Si ka dalë në media, pa ty janë aprova pra. Po ka dalë çdo gjë, ka treguar se si ka vepruar zyra e kryeministrisë për të goditur po nuk thot në asnjë vend, në vendim jam të thënë, jam dakord me ty. Flasim dhe gjë s'merremi vesh. Në vendim nuk thuhet që kjo s'është e vërtetë. Se ka gënjur kryeministri, ose ka gënjur zyra e kryeministrisë. Ata e kanë dënuar, ne themi. E kanë dënuar për paratë që ka marrë në zezë Ermal. Për minimin e besimit të publikut, nuk e ka dënuar se ky ka komplotuar për një vend të huaj. Po, ai është dënuar për këtë gjë, dhe tani ai domethënë ka vajtur për Ramën për bërë këto gjëra për të mirën e Shqipërisë. Tani unë nuk e di këtë punë. Po pse do ishte Basha e mira e Shqipërisë, se kuptoj një. Kjo nuk ka lidhje me Bashën. Ky është vështrimi jot. Kjo nuk ka lidhje me Bashën, ka lidhje me një njerëz që është dënuar dhe ka qenë zyrën e kryeministrisë. Pra unë se besoj që ti ke vjedhur kriminal. Pra, dosja që bëjnë. O anë unë jam Ajdut. Vitek dyqani jot. Dhe në një dyqan tjetër pastaj del që janë vjedhur atje 5 gjera. Ne këtu kemi strukturuar plani se si unë të vjedh atje tani. Është kështu si shtem unë. Prit pra tani. Ja si është. Është njësoj që ne jemi të dy, prit më vlla. Ne jemi të dy, ti je politikan. Dhe unë jam politikan kundërshtar, siç është Gazbardhi dhe me Belinda Ballukun Fier, që përgatiti dosjen Gazbardhi. Pra, përgatitja e dosjes Gazbardhi dhe nëse Gazbardhi jep dosjen në mediat shqiptare, që mendon që zonja ka vjedhur, për ty është komplot ndaj pushtetit, se kuptoj këtë logjik. Jo, s'është kështu. Po si është? Po si është? Më thuaj ti si është. Qofse PD-ja paguan para, qofse PD-ja paguan para në media që kjo gjëja promovohet, nëse paguan Facebook, nëse paguan Instagram, është komplot ndaj pushtetit, grush shteti. Po kur ti ke vendimin, o Anri, kur e ke vendimin që njeriu është i dënuar për këtë gjë, dhe ke është i dënuar nëse Gazbardhi kanë nxjerr lek në të zezë dhe jo nga rroga e tij të pa deklaruara për t'ia dhënë mediave që të komplotohet për këtë gjë. Po në asnjë vend nuk thuhet që kjo gjë nuk është e vërtetë. Po tani kjo do të merret ai me çështjen brenda. Unë s'po them se ka bërë mor. S'merret me çështjen brenda fare mor Anri. Fare po them dhe unë tani tim po ai merret fakti që aty të ka dalë që një njeri i cili ka qenë manipulues prekte dhe gënjente, ka bashkëpunuar me zyrën e kryeministrit. Tani ti po thua që ta bashkëpunuar për thënë vërtetën. Okej, ç'a them unë tani? Po pse s'ka kur këtu në film? Po pse do gënjente mor? Dakor. Pse do gënjente? Ma mirë varianti tjetër, pse gënjeu? Nuk të jap dot variante. Por më thuj. Pse do të gënjete? Për këto interesa, sepse fakti që ata vinin dhe takonin në Shtetet Bashkuara të Amerikës, faktin se tani do ju t'i kthem prap dosës, faktin që çdo gjë ka qenë e koordinuar, tregon që një njeri nuk ka qenë i besueshëm dhe ka ardhur për të manipuluar, se për çka ka gënjur me Gonigali? Jo, për çka ka gënjur Rama o zemra, jo me Gonigali, le me Gonigali, me Gonigali ka marrë lekët, prandaj është dënuar. Rama ka bashkëpunuar me Gonigali. Rama Basha, jo me Gonigali, po këtë ka bërë me Gonigali, Rama ka qenë aty pjesëtar i lojës, çështjen e ka lojën e ka drejtuar me Gonigali. Dhe ka gënjur me Gonigali a Rama tani, s'po kuptoj. Valla, kanë bashkëpunuar të dy. Po kush gënjeu më? Si kush gënjeu? Po ta kanë treguar më burr, ta kanë treguar të dy. Kush gënjeu? Edhe Rama dhe me Gonigali të dy. Çfarë Rama gënjeva unë thot? Ja, dakor. Po ku e thot? Po kurse më çmet tani gënjeva me Gonigali apo Rama? Nuk ka nevojë ta thotë Rama këtë gjë. Ore ti ka nxjerr përgjegjësinë te Rama që ka gënjur. Dhe nuk e ka bërë Duçka me Nezën, ka dhënë lekë dhe ka gënjur. Ose ka bërë sepse gjithmonë tek zyra e ose ka bërë me Gonigali ka fabrikuar. Si e kuptove ti zinxhirin? Zyra e kryeministit nuk është një zyrë qytetari i thjeshtë më. Po shumë më. Po. Dhe aty kë takoi ai? Kë takoi ai? Kë takoi ky zyra? Ky që është kë takoi një kriminal, një latitant. Po ka fotoa më po. Ore kë takoi kriminal latitant apo takoi drejtor, një nga drejtorët e Po drejtori e BIS. Drejtori ka ardhur dhe ka komplotuar këtu. Si ka komplotuar? Mirë, ishte kriminal. Dakor tani. Po ti thua pse takoi ti po vajtosh që takoi? Ai është kryeministri i vendit dhe luftar. Edhe nuk takon dot drejtori i familjes. Dhe kur takoi luftar Ysën ai u shih që mos më ditë luftar Ysën, ditë te Gonigali, jo s'është një shembull. Fare, edhe kur takoi luftar Ysën. Pra që ka me Gonigali me luftar Ysën që kanë nisoj. Një agjenti drejtori e FBI me një që kur takoi luftar Ysën e thanë që ishte biznesmen. Doli që luftar Ysa nuk qenë kaq biznesmen. Po. Edhe ky është po me Gonigali që ishte kriminal. Okej. Po thua. Dakord. Ka qenë kriminal. Kur e ka takuar Rama. Dakord.
Po se s'po kuptojmë valla. Nuk se kuptoj, nuk kam se. Ore, jo, mos e bëj kështu dakord. Luftarysa, mos vite luftarysa tek ky ka qenë kriminal kur është takuar me Ramën? Po apo jo? Me Gonigalin. Ka qenë kriminal valla? Apo se kuptojmë tani? E ka taku si kriminal ai. E lidhe me grupet e kriminale për pastrim parash për çan taku. Është takuar për të komplotuar, për të manipuluar me informacionet që shpërndan në media më pas. Kjo është. Po ka e zbulove pra ti këtë? Ka zbuluar ma gje vendimin, do të le una ma qere kore ma gje vendimin. E ka zgjedh dosja aty. Po ma gje vendimin, ka takuar këtë. E thot dosja, se thot dosja dhe me është spekulime, ma trego. Ma trego pra. Dosja i thot i ka përcaktuar. Ma trego, mos mbajte dosja, ma trego. Ka të përcaktuar, pyte se ta sjellin shpejt. Po gjej një dosje për se këtu jemi. Pyte ku një që mund ta ketë dosjen. Lidhje ka. Pas ke kontakte. Tani na doli pas ke kontakte. Pitoni një masit që dosen ta marrin vesh vendimin. A thuhet që Rama ka gënjur? A thuhet që e ka bërë Rama fabrikimin apo jo? Kaq, unë besoj që ata kanë hetuar me Gonigalin se marr fare me Ramën, normal. Mos fit ko tani që janë marrë me Ramën. As me Bashën se janë marrë. Mendohet, ata kanë deklaruar te parat se si pastaj se diun. Por unë nuk shoh asnjë gjë të keqe nëse Rama ka pas informacione real që ky zotëria ka pas këtë cen dhe e ka spinuar. Kaq valla. Se pastaj ka bërë në mënyrë të ligjshme apo të paligjshme, këtu flasim. Fal, nëse e zën. Po pse në Amerikë funksionon, në Amerikë nxjerrin edhe mbathjet e para se ta mbyllim, fal vetëm kaq. Nëse e zën. Që gjen 2-3 interesa më Berisha, lobimin e durë ishte ngratën. Çfarë thot Berisha ndaj me u bë komplot i madh ku bashkëpunovi Rama, Altin Dumani, Basha, Jurikim. E ka thënë ai komplotoi Soros si këta. Ti legjitimon atë, domethënë unë legjitimoj nesër. Edhe nëse ndodh kështu. Legjitimosh më. Nëse Berisha hiqet non grata, unë se legjitimoj që ka pas një komplot madh kundër Berishës. Se legjitimoj më që Soros, Blinken, Rama, Basha sa i kështu thot. Nuk prap nuk e legjitimon. Prap nuk e legjitimon pra. Që si puna një gjyqi, në shkallë parë mund dënosh, në apel deri pafajshëm. Po që ose në apel unë dali pafajshëm, mos unë them prokurori përgjithshëm, drejtori policisë, kryetari gjykatës, komplotun kundër meje, e difusën ja 5 emra. Është gjë që në moment prevalon një fakt, në moment prevalon një fakt tjetër. Ore ne po themi tjetër gjë thjesht po merremi vesh. Pse duhet ta veshim me misticizma një ngjarje kot? Por në një moment mund prevalon një fakt, ai që e ka atë të desku atje mendon që është shumë. Në një moment tjetër prevalon tjetër. Unë po ta them, edhe nëse nesër hiqet Berishës, non grata ose thon Amerik, unë prap nuk e besoj që ka pas komplot të madh. Po Rama, po iku Rama çfarë do të thotë? Se kjo është ekstremitet logjik më që. Jo, po të dali mund dali dhe Rama më ka bërë Soros si më ka arrestuar të gjithë. Po. Çfarë kupton? Do presim kur të ashtu, po ne po them pra. Ne s'mund të ecim i parim me kush po ja bën Ramës. Ne po themi kush po na e bën neve. Unë kam hallin tim, nuk kam hall në Ramës, Rama i ka zgjidhur me hallet e veta, o shok. As Bashën as Berishës. Si edhe kompani që do japi këtu në reklam. Kjo kompania mund dalë organizat terroriste më. Le ta thonë neve ta kërkojnë llogari që jeni financuar nga terrorizmi. Nuk është e njëjta gjë, o Marsit. Nuk është e njëjta deduksion dhe nuk ka relativizime të njëjta. Shteti funksionon shumë ndryshe nga kompanitë private. Mos e bëjmë shtetin aty han që hyn e del kushdo dhe ata s'kan as informacion. Po me Gonigali nuk ishte kushdo. Tu ndalojmë retorika. Shteti ka informacione për çdo gjë. Tallesh ti edhe për me Gonigalin? Për çdo njeri ka. Çfarë thotë? Po kanë informacione anë tani. Çfarë të them unë? Edhe për Gonigali kishte informacion që ky ishte inkriminuar, se mora vesh tani. Po ku ishte halli me Gonigalit? Po pse ja këtë vjen keq me ty mo, se ti nuk pranon. Ora si gjë jete, ajo shteti ka informacione. Po çfarë informacione ka te me Gonigali? Për çdo njeri që shkon aty. Pra ti po thu me Gonigali ka qenë negativ në kohën kur është taku me Ramën. E thu dot vëlla. A e them unë dot, kam pas qëllime morbur, kam pas qëllime të caktuara. Për çka ka ardhur? Për çka ka ardhur? Kaq më çka ka këtu negativ, pozitiv, ç'po më intereson më kjo gjë. Ka qenë kriminal. Ka pasur qëllime që ka pasur, pse ka ardhur? Kur ka bërë takimin. Anëri. Këto specifikime, ka qenë kriminal, s'ka qenë kriminal, mua nuk më intereson. Pse zot takon te Rama, se s'do ti. Se kuptoj. Ministri vend kur takon individ. Drejtorin e FBI-s, jo individ. S'është individ këdo, kur vete në zyrën e kryeministrisë, kur vete në zyrën e kryeministrisë, këdo që takon Rama. Drejtorin e FBI-s. Po them, jo këdo. Mos e relativizoj me njërin te rruga. Këdo mër po ta shpjegoj edhe një herë. I vete disa të dhëna. Që janë
Çfarë dhëna shishin atë kohë për me Gonigalin? O Aneri, Po çfarë të dhëna shishin më? Nuk isha aty në takime Ramën, nuk që të them çfarë qëllim, çfarë takime, po të them. Po pse e bën kështu pra? Do të japësh shije dyshimit ti se do të ecësh e jote. Po kështu funksionon shteti, mor, bu ç'është kjo mua bet. Po s'ka pas gjë më njollur. Si mor shteti funksionon nga me amendje thua ti? Ç'është kjo mor? Shteti ka një protokoll kur hyn. Ore kur hyn në kryeministri, s'ka një protokoll. Kur vetet e zyre Ramës, nuk ka informacion. I kryeministri, ç'a protokolli ka për ty? Si, nuk vjen informacioni kush është, ç'a do pse po vjen? Ç'a informacioni ka? Si, nuk funksionon shumë. Ç'a mund të ketë për ty që ke bërë krime? Si? Ore ç'a për ty? Ore unë për ç'a do të takoj Ramën? Se të do të rapi ty. Po jo, më nuk funksionon. Po të do ke një ide geniale, një startup genial për qeveri. Po e ke një të dhënë, Po të dhënë apo ç'a? Po kur s'ke bë krim, ç'a dhënë do ketë për ty? Ka mor gjithmonë të dhëna. O ke bë krime ti si ti kur vete. Kupton apo jo? Ka të drejta i rehabilitimit pas procesit dënimit. O Marsit është kryeministri i vendit kur takon një individ ka një të dhënë informacione. Çfarë problemi ka? Ç'është kjo muhabet? Vjen kush është? Po këto janë të dhëna. Po pra vjen drejtori i pse do vit, cilat janë qëllimet që vjen? Ç'është diskutim? Ç'është qëllimet që vjen? Mirë, dakor. Okej. Drejtori vjen, i thon Ramës, po vjen drejtori i FBI-s, filon Fysteku me taku, edhe ky i thot kush janë qëllimet që po vjen me më taku? E thot do vjen me taku. Okej, edhe ai jap derën se do t'i vend. Po do japi derën, se është drejtori i FBI-s. Po dakor. Pse do i mbylli derën? Okej. Po çfarë do i mbyllte derën? Më bash po pse do i mbyllte derën? Ty pse do të ta mbylli derën Rama? Nëse ti ke një startup genial për qeverinë, ke ide geniale, si as i inkriminuar. Nëse la e thi ti pas me mbrapa me mekanizma, s'është faj as i Joti as i Ramës. Nëse pas se po ti je kryeminist. Shikoj, do të them vetëm një gjë, që është publike sot. Zotëria i cili sot është lideri udhëheqës i shtetit të Sirisë, ka qenë person i mirë rrezikshëm i organizatës terroriste Al-Qaeda. Kush? Mi kërkuar presidenti aktual i Sirisë. Po. Dakor? Sot është nga partnerët kryesorë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deri duke luajtur basketboll me general caktuar, u takua dhe me Trumpin në shtëpinë e bardhë. Çdo gjë ndryshon normal. Të do të kuptosh. Është mbi pozita relative, kaq. Është e pavërtetë që thash tash? Kush tha që the pavërtet? Jo, po them, atë si ka mundsi, në orën 4. Më mirë ke. Ideja është edhe unë jam në të njëjtën linjë, thjesht mu më vjen keq që ti do t'i japësh sa nota që nuk fataliteti që nuk ekzistojnë. Unë e kuptoj që të vjen e mirë që do ta përdorësh sepse ashtu e ke ndjesinëre. Edhe shumë mirë bën. Po të njëjtën ndjesi siç ke ti për rastin fjalë, të njëjtën ndjesi kanë dhe ata që na ndjekin. Po brojë Berisha thotë me këtë ndjesi më burr. Berisha thotë që ndaj meje është lobuar nga Delina Fico, nga Rama, nga Alex Sorosi. O të doli me diu, tham, Sorosi ma ka bërë Gërdecin, Sorosi mi bën dhe këto tjera. Po tu po dalin gjithë, tu s'ka dal njëri që nuk është komplotuar për ta. Dhe këtu na kanë dalë tani që i kemi bërë ne. E kemi ne fajnë që na humi lekët, që na vran, që po na torturojnë, që na heqin nga puna, që gjithë zezat që kanë bërë kemi ne. Pra, këtu gjithë janë komplotuar. Këtu s'ka asë një fajtor në logjik politike. Unë po flas tani qa mendoj shqiptarët, jo qa do Bashat mendoj shqiptarët për të. As qa dun këta që dalin për Bashën, qa të mendojnë ata për Bashën. Nuk e mendojnë atë, as për Bashën, as për Berishën, as për Ramën, as për Metën, as për kush do qa i vjen ty para e mrapa, me gra e me kalamojnë që janë. Edhe me gra dhe me kalamajt, nuk e besojnë si kanë bo shkollën, nuk e besojnë që i kanë bo shkollën kushte normale, nuk janë favorizuar me parat e pista që kanë bërë politikanët, i ke pyeti shqiptarët normal, mos më pyet mu. Lene me Goligalin, e lene këtë kanë komplotuar dhe këtë do vi me i forcë kur. Iku kjo mua betor, arroje, nuk ka shanse, mas 1000 vjet tjetojmë në këtë botë, sepse këtë gjë kanë rrëzuar shqiptarët her pas here, në mënyrë të përsëritur, sa herë kanë pa përballë, e kanë tallur, e kanë rrëzuar. Këtë dhe Berishën. Dhe Rama do përfundoj më keq, për mendimin tim. Dakor. Unë këtë po them, jo po ky e komplotoi, jo po të ne po flasim çfarë po bëhet valla, do riciklojnë këto figura në politikën shqiptare. Ti më thua ekziston mundësia. Unë nuk e besoj se ekziston mundësia, e kaq më rafine, nuk mund të riciklohet Rama mas 30 vjetësh. Më thot tani, unë e kam marrë seriozisht këtë punë, që më dhat mundësinë atëherë për 16 vite dhe unë se bëra atëherë, po sot kini besimun do e qaj. Dhe nuk është njësoj si që relativizon me rastin e Berishës në 97-ën fare, as në 98-ën e as i dit tjetër. Nuk janë fare njësoj. Sepse është tjetër koncept fare, është tjetër kontekst, qoftë politik, qoftë kohor, politika ndryshuar. Nuk jem shqiptarët e 97-ës në shoku, as 98-ën. Ke pati një shqiptar që del me armë
protestoj, unë s'kam parë. Kanë dalë me Shkopi, i erdolën i vran aty në bulevard dhe mbaroi filmi. I vran dhe shpirtin e protestës, del më njëri tani. Ky tjetri na boni që hoqi gardhin që gja, po mos ketë gardh. Tani s'ka gardh, dalin njerëzit vrasin as gardhen, as të bëjnë grushteti, as të hedhin regjimin e Ramadurës, nuk pashun, janë po të njëjti popull. Se ky i Ramës nuk është më i nxehur ose më pak i nxehur se ky i Berishës. Njëjti popull jemi. Pse nuk ndodhin tani ato? Unë me këtë logjik jam, kaq po them. Unë nuk më duhet se kush vjen e kush ikën. Do ta bëjmë emision edhe më pas të themi shikuese nga 97. 97. Jo, s'mundem janë deri vonë sot. 7 ose 8. 8 ai ikën. Si? 98, mund bëjmë emision të themi. Jam në top sot. Okej. Në rregull. Nesër jam te. Ose vazhdojmë. Jo, e mbyllëm çfarë të them, thjesht retorika është, ore ne duhet bëjmë dakord. Mbyllë vetë Marsit. Tive pikandi vlla. Mbyllë vetë. Tive pikandi. Kam të them më shumë mbi këtë çështje, të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek live, duke bërë subscribe, duke regjistruar kanalin ton. Shpërndajeni në diasporë por edhe në Shqipëri dhe nga ne miru pafshim.